Të jesh shqiptar në trojet e tua. Një histori dhimbjeje, qëndrese dhe kujtese pjesa 1, hijet e një pyetje të vjetër. Ka një pyetje që i ndjek shqiptarët si hija e vet. Si është e mundur të jesh në shtëpinë tënde dhe shtëpia të mos jetë plotësisht e jotja? Si është e mundur që në tokën ku ke varrosur të parët, dikush tjetër të vendos rregullat, kufit, historinë, gjuhën e madje edhe kujtesën? Për një shqiptar, kjo nuk është pyetje filozofike. Është përditshmëria e një kombi që ka jetuar në zemër të Ballkanit mijëra vjet para hartave moderne, para kufive të rinj, para shtetformimeve artificiale. E megjithatë, shqiptari, autoktoni i Ballkanit, është trajtuar shpesh si i ardhur në tokën e vet. Pjesa 2, autoktonia ilire. Rënjët që historia nuk i shkul dot. Historia e shqiptarëve nuk fillon me vitin 1912, as me lidhjen e Prizrenit, as me Skënderbeun, sado gjigant të jetë figura e tij. Rënjët e këtij kombi shkojnë thellë, shumë më thellë, në Ilirinë e lashtë, në popullsitë pellazge, në shtresimet kulturore parahelenike që mbulojnë territorin nga Epiri në veri e deri në Danub. Fakte të qëndrueshme historike. Straboni përmend fiset ilire që popullonin krejt bregun Adriatik nga Epiri deri në Panoninë e sotme. Herodoti e vendos popullsinë parahelenike në jug të Ballkanit, popullsi që kultura moderne i njeh si pellazge ilirike. Gjuhëtarët e njohur si Jokl, Hahn, Çabej e më pas studi Shaban Demiraj e konsiderojnë Shqipen si një deg direkte të ilirishtes. Kultura materiale. Varet tumulare në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe trevat e Çamërisë kanë të njëjtin identitet etnokulturor. Antropologjia. Kontinuiteti skeletor dhe gjenetik në këto territore tregon vazhdimsi të popullsisë vendase, jo migrime masive. Shqiptarët janë atje ku kanë qenë gjithmonë. Të tjerët erdhën më vonë. Pjesa 3, dyndjet slave dhe përmbysja demografike. Nga shek 6 në vijim, frontet e veriut të kontinentit lëshuan val popullsish slave drejt jugut. Ilirët e jugut, stërgjyshërit e shqiptarve, u ngushtuan drejt viseve malore, por nuk u zhdukën. Dyndjet slave qenë një val që e zhvendosi strukturën etnike të Ballkanit, por kur nuk e zhduku popullsinë autoktone. Ajo mbijetoi. Kjo është arsyeja pse shqiptarët ndodhen sot në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës, Mal të Zi, Çamëri, Sanxhak, Plavd Guci, Tropoj Gjakov Pej si korridori i vjetër Dardan, Epir prej Janinës deri në Prevez. Të gjitha këto treva kanë kontinuitet iliro-shqiptar të dokumentuar. Pjesa 4, një gadishull që u shkrua pa shqiptarët. Shekujt 15, 20 qenë shekujt e tragjedisë territoriale shqiptare. Perandoria osmane po shembjej. Fuqit e mëdha po vizatonin kufit. Shtetet fqinje po kërkonin të zmadhoheshin. Dhe shqiptarët të ndarë, të paunifikuar në një shtet, mbetën pazë në tryezën ku u vendos fati i Ballkanit. Konferenca e Londrës 1913 bëri një coptim brutal. Shqipërisë ju la gjysma e territorit të saj etnik. Kosova ju dha Serbisë. Çamëria u dha Greqisë. Tetova, Shkupi, Kumanova e Struga ju dhan Serbisë dhe Bullgarisë. Plava dhe Gucia, Mali i Zi. Ulqini, Tivari, Kraja, Mali i Zi. Presheva dhe Bujanoci nën Serbi. Ky ishte coptimi më i madh i një kombi autokton në Europë në shekullin 20. Dhe shpjegimi i vetëm historian është i hidhur. Shqiptarët nuk kishin shtet që t'i mbronte. Elitat politike ishin të vonuara, të shpërndara, të papërgatitura për realpolitikën ballkanike. Pjesa 5, heshtja shqiptare, 113 vjet pas zë. Shqipëria u bështet më 1912, por shpesh ka qenë një shtet pas zë për kombin e vet. 113 vite pavarësi dhe asnjë qeveri nuk ka ngritur çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në instanca ndërkombëtare me forcë reale. Asnjë qeveri nuk ka ngritur çështjen e Çamërisë në KB, apo në qeverinë greke me këmbënguljen që meriton. Asnjë qeveri nuk ka denoncuar shtypjen gjuhësore dhe kulturore ndaj shqiptarëve në Mal të Zi dhe Preshev. Asnjë qeveri nuk ka bërë program kombëtar për mbrojtjen e identitetit shqiptar në rajon. Asnjë qeveri nuk ka vendosur politikë shtetërore për diasporën dhe trojet etnike. Shqiptarët kanë qenë të rrethuar me trojet e tyre, por jo me një shtet që i mbron. Si mund të jetë kaq e vështirë të jesh shqiptar? Ndoshta sepse shqiptarët kanë pasur gjithmonë më shumë tokë se sa shtet, më shumë histori se sa fuqi politike, më shumë të drejtë se sa mbështetje diplomatike. Pjesa 6, Kraja, Ulqini, Plava, Gucia. Shqiptarët që koha i la në prapasken.
Në mal të zi, shqiptari ka qenë aty para se të ekzistonte koncepti i malit të zi si shtet. Kraja, ana e malit, Ulqini, Tivari, Plava, Gucia janë të dokumentuara si territore shqiptare, të banuara nga shqiptar të cilët ruajtën gjuhën, fen, kulturën dhe traditën për shekuj. Sot këto treva janë nënshtruar asimilimit të heshtur, kanë mungesë të përfaqësimit real politik, janë trajtuar nga politika shqiptare si zonë e harruar. Ndërkohë, popullsia autoktone vijon të paksohet. Nëse ka një tragjedi të vërtet moderne, ajo është kjo. Autoktonët trajtohen si pakicë në tokën e tyre. Pjesa 7, Maqedonia e Veriut. Shqiptarët që ndërtuan shtet dhe nuk u falenderuan kurrë. Shqiptarët në Maqedoni nuk janë pakicë, janë popull shtetformues. Pa shqiptarët, Maqedonia nuk do të kishte ekzistuar as si shtet i pavarur, as si republikë brenda Jugosllavisë. Pa ushtrinë çlirimtare kombëtare, Maqedonia do ishte zhdukur në flakët e luftës civile. E megjithatë, gjuha shqipe u njoh vonë dhe me betejë politike të përditshme. Shqiptarët trajtohen ende si të ardhur. Historia shqiptare nuk mësohet në shkolla maqedonase. Shqiptarët e Likovës, Tetovës, Kumanovës, Strugës, Gostivarit vazhdojnë të përballen me diskriminim strukturor. Është e vështirë të jesh shqiptar në tokën tënde, sepse shteti ku jeton nuk ta njeh historinë, dhe shteti yt amë nuk ta mbron zërin. Pjesa 8, Kosova dhe Molla e Kuqe. Territoret e Dardanisë që historia i ndau me hekur të nxehtë. Kosova është zemra e Dardanisë së lashtë. Hulumtimet arkeologjike të Ulpiana, Dardanica, Germia, Theranda, Naisus, Prishtina tregojnë qartazi se ky rajon është pjesë e qartë e arealit iliro-shqiptar. Por edhe këtu, historia ka qenë e pamëshirshme. Molla e Kuqe, Toplica, Jablanica, territori deri në Nish, u spastrua etnikisht në Shek. 15 në një nga spastrimet më brutale të dokumentuara në Ballkan, i kryer nga Serbia e atëhershme. Shqiptarët u masakruan, u dëbuan, u zhdukën nga regjistrat. Shteti shqiptar i dobët, i ri, i paorganizuar, nuk u doli kurrë në krah. Pjesa 9, Çamëria, plaga e pambyllur. Çamëria është një nga plagët më të rënda të kombit shqiptar. Në 1944-1945, qindra fshatra u shkrumbuan, mijëra njerëz u masakruan, dhe mbi 25.000 çam u dëbuan drejt Shqipërisë. Greqia nuk e njeh genocidin. Gjykatat greke nuk pranojnë apelime. Prona çame u konfiskua dhe u shpall pronë shtetërore. Dhe ndërkohë që çdo shtet do e ngrinte këtë çështje në tryezën e OKBE-s, BE-s, NATO-s, UNESCO-s, Shqipëria ka zgjedhur heshtjen. 113 vjet shtet. Asnjëherë asnjë dosje zyrtare e plot për Çamërinë nuk është depozituar në arenën ndërkombëtare. Pjesa 10. Pse është kaq e vështirë të jesh shqiptar? Sepse shqiptari është autokton në Ballkan, por jo gjithmonë zot i fatit të vet politik, sepse historia na la shpërndar dhe politika jon na la të heshtur, sepse fqinjët kanë ndërtuar mite dhe ne kemi harruar t'i rrëzojmë me fakte, sepse perandoria osmane na la pa elit politike dhe shekulli 20 na gjeti pa strategji kombëtare, sepse çdo fuqi e madhe ka kërkuar të na mbajë të vegjël dhe politikanët tanë kanë pranuar rolin e heshtur, sepse jemi shumë më të vjetër se hartat, por shumë më të dobët se interesat e kohës. Pjesa 11, Shqipëria dhe heshtja kombëtare. Që nga 1912 e deri sot, qeveritë shqiptare kanë bërë shumë pak për kombin jashtë kufive. Shqipëria është shteti i vetëm në Ballkan që nuk ka program kombëtar për mbrojtjen e diasporës historike, nuk investon në zonat shqiptare jashtë kufirit, nuk hap shkolla shqipe në rajon, nuk ngre çështje në gjykata ndërkombëtare, nuk ka strategji diplomatike për shqiptarët e trojeve. Kjo është arsyeja pse është kaq e vështirë të jesh shqiptar, sepse shteti yt hesht atje ku duhet të flas më fort. Pjesa 12 e ardhmja. Bashkimi nuk fillon me kufi, por me vetëdije. Çfarë do të thotë Shqipëria etnike në shekullin 21? Nuk është një hartë me kufi të rinj, nuk është një marshim, nuk është një retorik, është një vetëdije historike. Nëse brezat e rinj e njohin historinë e trojeve, kulturës, autoktonisë, gjuhës, atëherë askush nuk mund t'i trajtojë me shqiptarët si të ardhur. As në Shkup, as në Podgoricë, as në Janin, as në Nish. Bashkimi kulturor, ekonomik, gjuhësor, arsimor, identitar është rruga që i paraprin çdo procesi të madh historik. Dhe ky bashkim mund të arrihet pa asnjë fjalë dëmprurse,
pas një cenim të rendit ndërkombëtar, por me një strategji të zgjuar kombëtare. Pjesa 13, epilogu i një kombi që nuk dorëzohet. Po, është e vështirë të jesh shqiptar. E vështirë të qëndrosh autokton në një rajon ku historia të ka lënë shpesh vetëm. E vështirë të ndjesh se trojet e tua nuk njihen si të tua. E vështirë të shohësh qeverinë tënde të hesht për çështjet që formojnë vet identitetin tënd. Por ky komb ka një cilësi që nuk i shteron kurrë. Qëndresën. Shqiptaria ka rënë shumë herë, por kurrë nuk është zhdukur. Ka heshtur shumë herë, por kurrë nuk ka harruar. Ka humbur shumë herë, por kurrë nuk ka dorëzuar shpirtin e vet. Roft kombi shqiptar, jo vetëm ai brenda kufive, por ai nga molla e Kuqe deri në Epirin e Jugut, nga Plava e Gucia deri në Strug, nga Ulqini deri në Preshev, nga Çamëria deri në Shkup. Roft ai komb që ende beson, që ende kujton, që ende reziston, që ende jeton, sepse Shqipëria lulëzon përsëri, sa herë që shqiptarët e mbajnë mend kush janë.